Rikthehemi në studio, jemi tani në pjesën e 4, do të shohim shkurtimisht motin dhe trafikun. E nisim fillimisht me motin për sot, fundjavën dhe javën në vijim. Shohim shkurtimisht temperaturat për ditën e sotme dhe për ditët në vijim. Konkretisht sot jemi në njëjta kushte atmosferike si dita e djeshme, me një ndryshim 2 grad në vlerat minimale dhe sot ka më pak vranësira se dita e djeshme. Pra, sot pritet që gjatë gjithë ditës kemi një mot me diell në kryeqytet dhe jo vetëm, ndërkohë që këtu shohim temperaturat sipas ditëve dhe sot temperatura maksimale pritet që të jetë 21 gradë në kryeqytet, 7 gradë vlera minimale, ndërkohë për ditët në vijim jemi me nesër dhe pasnesër, pra e shtuna dhe diellat cilat janë me mot me diell dhe temperatura edhe më të larta se dita e sotme, konkretisht 2 gradë në vlerat maksimale më shumë se dita e sotme do të jenë temperaturat ditën e nesërme, gjithashtu edhe ditën e diel jemi në të njëjtat kushte atmosferike. Të hënën temperatura do të arrijë deri në 26 gradë në vlerat maksimale, 11 gradë në vlerat minimale, do të jemi sërish me mot me diell, për t'ju rikthyer më pas sërish vranësirave dhe motit me shi, që nga e marta, e mërkura dhe e njëtje ardhshme do t'jenë me një mot i cili do të dominohet në vranësirat, ndërkohë që me nisjen e muajit maj do të kemi sërish rikthimin e rreshjeve të shiut. Nga data 1 deri në datë 5 maj do të jemi në kushte atmosferike me mot me vranësira dhe rreshje shiu, e më pas gjithë maj do të karakterizohet nga temperatura relativisht të larta që do të arrijnë në vlerat maksimale deri në 29 gradë, ndërkohë që në vlerat minimale do të jemi tek 10 deri në 13 gradë gjatë gjithë muajit maj. Pra edhe maj, përveç se do të jetë një mot me ditë saktuara të nxehta me diell, do të ketë paka shumë në të njëjtat kushte atmosferike si muaji prill, me vranësira her pas here dhe rreshje shiu. Dhe nis kështu që në datën 1 me rreshje shiu dhe për të vjuar deri në datën 5. Ndërkohë, ditën në vijim, nesër dhe pasnesër, pra e shtuna dhe e diela, mund t'i shihoni maksimalisht sepse fundjava është me diell dhe temperatura shumë të mira. Ndërkohë që sot specifike është që nuk ka erë, ndryshe nga ditët e kaluara. Dje për shembull ishte një mot me erë, të paktën në kryeqytet, në orët e para të ditës kishte erë dhe temperaturat ulta, duke të rikthyer ndjesinë e të ftohtit, ndërkohë që sot nuk do të kemi fare erë, të paktën në kryeqytet. Këto janë kushtet atmosferike, edhe vlerat e ndotjes janë të ulta, pra cilësia e ajrit sot në kryeqytet është e mirë, kështu që sot është një ditë shumë e bukur për të dalë dhe për ta shijuar, ndërkohë që nesër dhe pasnesër do të jemi edhe më mirë se sot dhe sidomos ulësirat perëndimore, Bregdeti do të jenë shumë mirë me kushte të mira. Ky ishte moti për sot dhe javën në vijim, për deri në fund të muajit prill. Do të shohim tani shkurtimisht edhe trafikun në kryeqytet. Sot është ditë e premte. Deri në këto momente nuk pritet të ketë shumë trafik, gjithsesi e shohim si është parashikimi jonë në krahasim me realitetin. Okej, nuk ka shumë trafik, të paktën në nyjet kryesore, trafik paska çuditërisht si zakonisht kemi trafik në hyrje Tiranës, hyrja juglindore, gati që nga pallati brigadave deri te rrethi ekonomikut ka trafik të rënduar mjetër si zakonisht, por pas ka trafik edhe nga krahu tjetër, pra në drejtim të rrethit të ekonomikut, në daljen nga Tirana, nga dalja juglindore e Tiranës. Ndërkohë, pjesa tjetër e qytetit është përmirësuar, siç e thamë dhe siç e kemi thënë, siç e kemi përsëritur këtë ditë, situata në autostradën Tiranë-Durrës, nuk ka më trafik në autostradë, është rregulluar ndjeshëm situata e trafikut aty me hapjen e kursive të reja të autostradës, kështu që është rregulluar situata jo vetëm aty, por që nga Astiri nuk ka më trafik, nuk ka më bllokim nga në Unazën e Madhe, nga kthesa e Astirit deri tek pasi kalon mbi kalimin e Kamzës. Edhe në Laprak, rruga Dritan Hoxha, kryqëzimi është okej, nuk ka trafik aty, vetëm pak dalja e autostradës Tiranë-Durrës për në drejtim të Laprakës pas Kuqanit e të tjerë, aty ka pak trafik si zakonisht, ndërkohë pjesa tjetër duket mirë, edhe rruga Dritan Hoxha është në kushte të mira, nuk ka shumë trafik, vetëm te semaforët okej. Pas ka pak trafik të rrethi i Zogut Zi, ka trafik në rrugën Dritan Hoxha, vetëm të rrethi i Zogut Zi, edhe në hyrjet e tjera për në rreth, drejtimet që vijnë nga 21-shi, drejtimi që vjen nga Jordan Misja, pak trafik rruga Asim Vokshi. Ndërkohë, zonë tjetër me trafik është përpara QSUT-s, si zakonisht, qendra spitalore universitare Nën Tereza ka trafik të rënduar,
dhe rruga e Dibrës pak, gjithashtu Bryli ka trafik të rënduar deri te ATSH-ja, ish ATSH-ja. Si që shini, para Ministrisë Jashtme, ky është trafiku, kështu që Bulevardi Jeanne d'Arc me trafik të rënduar. Kjo është segmenti në Tiranë që është me trafik, pjesa tjetër në nas vogël, pjesa tjetër duket në rregull. Kështu që nuk është se ka në një segment të vështirë. Këtu jemi të qësotoja, si që thamë, edhe rruga Ura, mjetet që vinë prej andej, blokohen derisa shkojnë tek kryqëzimi, si që shini, dalja e Onazës dhe mjetet që vinë nga hyrja veri lindore e Tiranës, krijohet fluksi të Treshi, edhe tek në Ishkino Studio të rrethi ka trafik pak. Kjo është situata e trafikut në kryeqytet, duket deri diku e pranueshme. Shpresojmë që të përmirësohet gjatë orëve në vijim, ndoshta gjatë pasdites më pas do të kemi sërish trafik për shkak se largohen ka fluks të madh mjetesh në largim. Me trafikun e mbyllim këtu koha për të zgjuar për ditën e sotme, do të rikthehet sërish koha për të zgjuar nesër në orën 7:00, ndërkohë që ne do të jemi sërish bashkë vetëm pas pak.